Blok si të dalë këtu agravon sërish situata. Egli Gjesti ndahen përfundimisht, ndërkohë Milen Zeka i bën kritikën e madhe e Eglit. Ja çfarë thot ai. Luhatjet në marrëdhënien e Gjestit dhe Eglin po vazhdojnë edhe pas martesës së tyre që u bë në Big Brother VIP. Sërish një situatë e papritur ka ndodhur midis shiftin, i cili është agravuar me njëri tjetrin. E gjitha kjo ndodhi për shkak të një mesazhi që çoi në fjalë të ashpra të Gjestit ndaj Eglin. Në nervozim e sipër Gjesti u shpreh: "I bie pishman që të kam njohur, shumë jam pishman që të kam njohur, a e dëgjove? Me ty më as jashtë as brenda as kur gjë hiç, sa po të dal blok e ki, nga unë", është shprehur ai, teksa Egli është çuditur nga fjalët e këtij të fundit, i cili ka shtuar: "Unë po ta them troç, më troç se kaq nuk ka. Nuk të dua për seriozisht, as nuk të shoh për seriozisht. Martesë, fejes, harroj këto gjëra. Dua vetëm të kaloj mirë me ty në këto momente. Të puth të përqafoj, por vetëm kaq", ishin shprehit e Gjestit, teksa Egli i çuditur ju përgjigj me tone të larta: "Por unë isha mirë, erdha vetë në Big Brother VIP, ti mu afrove e çfarë nuk më ke thënë, ke shprehur ndjenja se dua, nuk mund të rri pa ty, e shoh jetën me ty jashtë, si ndryshove vetëm në një ditë martesë", i tha Egli, teksa Gjesti e mbyll duke thënë që të mos shoh vegime pasi ajo nuk ishte dasëm, por ishte thjesht një lojë nga Big Brother. Përfundoi Gjesti, me të cilën duket se edhe Milen Zeka ka qenë në të njëjtën linjë. Ai ka dhënë një deklaratë të fortë, teksa theksoi se Egli madje nuk e ka merituar as finalen dhe gjithçka ka ndodhur për shkak të Gjestit, duke thënë: "Unë mendoj se Gjesti ka qenë fusha më e madhe magnetike e Eglit. Merita për të arritur në finale i takon Gjestit, jo lojës së saj. Merita e saj është vetëm e bërtitjeve dhe histerive, ajo ka qenë pjesë e dramës që është zhvilluar. Unë po analizoj lojën nga këndvështrimi personal dhe dua të theksoj që kjo është pikpamje formuar thellësisht nga performanca individuale, dhe tani Egli ka dalë si një figurë e diskutueshme dhe kjo është diçka që nuk mund të anashkalohet", ka thënë ai, teksa e ka mbyllur duke u shprehur se Egli në asnjë mënyrë nuk e meritonte të ishte në pjesë e këtyre finalistëve.